Surja Fatiha u dërgua si një dritë. Një ëngjëll ju afrua profetit, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të, dhe e pyeti atë rreth sures Fatiha. Profeti Muhammed tha: janë dy drita që vijnë nga parajsa. Njëra është surja Fatiha. Surja Fatiha është një kur për sëmundjet. Një ditë, një nga shokët e profetit, pasi u pickua nga një akrep, filloi të recitonte suren Fatiha. Pasi profeti e pa këtë, e pyeti: nga e di e ti që recitimi i sures Fatiha është shërim? Surja Fatiha është nëna e Kuranit. Profeti Muhammed ka thënë se surja Fatiha është nëna e Kuranit. Gjithashtu, se recitimi i 7 ajeteve të kësaj sureje është shumë i dobishëm. Surja Fatiha është shërim për zemrën. Surja Fatiha përmban një lutje e cila na mbron nga kequdhëzimi dhe nga dënimi.